Zgjedhja e Nenad Rashiqit në kryetari 5 i Kuvendit të Kosovës si përmbyllje e procesit të konstituimit të legjislaturës së nëntë u cilësua lajm i mirë nga lëvizja vetëvendosje. Teksa falenderoi deputetët që ndihmuan në zgjedhjen e Rashiqit, nënkryetaria e parë e Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, hodhi akuza ndaj atyre të PDK-s dhe e cilësoi të habitshëm abstenimin e tyre. Ishin të vetëdijshëm PDK-ja për këtë sot sërish me qëndrimet e tyre e tentuan të pengojnë konstituimin e Kuvendit, por fatimirë që kjo nuk ndodhi. Prandaj ne si lëvizje vetëvendosje do të fillojmë me procedurat për dërgimin e emrit pra të mandatarit ton, kryeministrit Albin Kurti, kryeministrit të tashëm, por edhe të ardhshëm të Republikës së Kosovës. Pasi tha se është e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe të nisë rrjedhja e afateve për zgjedhjen e qeverisë, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi theksoi se duhet të gjendet mekanizmi për zgjedhjet e reja parlamentare sa më shpejt. Për dallim pe Albin Kurtit, unë nuk i ndoj Serb në Serb të mirë dhe në Serb të këqij. Kjo është problem i cili besoj nuk i takon partive politike, as më pak leadershipit shqiptar, me i kallëzu kush janë të mirë dhe kush janë të këqit. Kjo është diçka që i takon të kaluarës. Qëndrimi jonë ka qenë i qartë. Ne kemi vendosur për të gjithë njëjtë. Duke treguar se akt gjykimi i gjykatës kushtetuese u bë shkak që LDK-ja të votoi, kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, u shpreh i sigurt se do të shkohet në zgjedhje të reja. Për një pozitë kaq të parancishme, me u vanu na veç një ditë nuk është dashur, jo 35 ditë. Jemi në afate kushtetuese, ecim tu dhe brenda afateve kushtetuese. Partia e parë ka thonë gjithmonë tash 7 muaj që i ka numrat, le të shohim me ka numrat. Sipas jush, a i ka numrat? Ata kanë thonë i kemi numrat. Po sipas jush. Nuk di, matematika është e qartë. Natyrisht jo. Deputeti nga komuniteti serb Rashiq falenderoi kolegët deputet që i dhanë besimin për të qenë nënkryetar i Kuvendit. Me të vërtetë të çmoj një akt i tillë dhe shpresoj që kjo do të jetë fillim të ndërtimit të misioneve të reja të cilat gjithçysh po na nevojitet sa më shpejt. Ndërkaq deputetët e listës serbe thanë se zgjedhja nënkryetar e bashkëkombasit të tyre nga Partia për Liri, Mbijetesë dhe Drejtësi është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.